Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. E kum fal një rekat ma pak, ose e kum harru një sejde, ose e kum harru një ruku, ose i kum fal 2 rekate ma pak. Edhe kum dhanë selam, tash mu ka kujtu, çka me ba tash? Tash vepron kështu o musliman, e ke harru një sejde, kjo do me thanë e ke harru një rekat. E ke harru një ruku, kjo do me thanë e ke harru një rekat. E ke harru një rekat, është e qartë, e ke harru një rekat. I ke harru 2 rekate, edhe kjo është e qartë, i ke harru 2 rekate. Në krejt këto raste vepron kështu. Po thojna e ke harru një rekat, ose e ke harru një sejde, ose një ruku. E ke harru një sejde, ose një ruku, kjo i bjen e ke harru një rekat. Për shkak se rekati nuk u ka një plot. Atëre qysh vepron, nëse ke harru një rekat, qohesh në kam, edhe e fillon me fal veç një rekat. Një rekat e fal. Po në qofë si ke harru 2 rekate, atër i fal 2 rekate. Po thojna, e ke harru një rekat, qohesh në kam, e fal një rekat komplet. Edhe ulesh në ulljen e fundit. Edhe thu e të khjatin, salavatet, duan, pastaj jep selam vetëm në anën e djathtë, pastaj i ban edhe 2 sejdet e harresës, që kena folë në formë zgjerume për ata që nuk i din çysh bëhen, pastaj pa thonë kurgja, pasi që i ke bë këto 2 sejde, jep selam në të djathtë edhe në të majt, edhe përfundan. I ke harru 2 rekate, po thojna e kanë të fal drekën. Ke dhënë selam as 2 rekate. Qysh me vepru? Qohesh në kam, i fal normal 2 rekate, pastaj ulesh në ulljen e fundit, e thu e të khjatin, salavatet, pastaj jep selam në anën e djathtë, edhe i ban 2 sejdet e harresës. Pasi që i ke përfundu këtë 2 sejdet harresës, jep selam në të djathtë edhe në të majt, edhe përfundan. Po besoj që është e qartë. Sa ka kohë, në atë kuptimin, tash i kum fal, tash mu ka kujtu që i kum harru. Nëse të kujtuat me njëherë, vepron kështu. Nëse të kujtuat pak pas kohë, për shembull, je ka në xhami, tu dal tu dera e xhamisë, tu ka kujtu, ke marrë vesh, ose e keni marrë vesh si xhamat që e keni harruar në rekat, ose 2 rekate. Halojeni në xhami, halojeni tu dera e xhamisë, ktheheni edhe veproni kështu. Mirë po, në qoftë se zgjatet koha, për shembull nuk të kujtohet vetë mas 2 ore, atëre ti do të me përsërit komplet salah. Ose nuk është zgjat koha, ti e ke fal drekën, i ke fal veç 2 rekate, i ke harru 2 rekate, edhe si ke përfundu, si ke dhënë selam, e ke prish vudu. Si u prish vudu, atëre komplet salah do të më përsërit. Do me thanë, në qoftë se prish vudun mas i ke dhënë selam, ose është zgjat koha, atëre përsërit komplet salah. Mirë po, në qoftë se nuk e ke prish vudun, edhe koha avdesin, edhe koha shumë e shkurt, tu ka kujtu do me thanë më njëherë, atër vepran kështu që shë përmenu me lejen e Allahut Azza wa Jall. Po besoj që ke qartë, e lusëm Allahun Azza wa Jall më na bëj dobishëm ku do që jem. Selam aleikum.